Ne kemi një gjak dhe kemi një gjuhë. Kemi një histori të përbashkët. Kemi një kompaksi territoriale prej Adriatiku nish. Asgjë nuk na ndan. Zoti nuk e ka nda Kuksin dhe Prizrenin. Zoti nuk ka vu murën mes Prizrenit dhe në mes shqiptarëve, po kanë vu fuqitë e mëdha dhe po Kongresi i Berlinit e i Londrës mos t'i përsëris, që kanë coptuar këtë popull pa drejtësisht. Dhe ne, me coptimin e trojeve tona, kur njëherë nuk do të pajtohemi. Ne do të shkojmë drejt bashkimit kombëtar. Ide nuk ta shfaq bota, duhet me shfaq vetë. Kërkesat nuk t'i shfaq, po duhet vetë me i kërkuar, vetë me i lyp. Nuk mund të jetojmë ne të ndarë. Të ndarë nuk mund të jetojmë, sepse Zoti i Madh nuk na ka nda. Po na ka nda njerëzit, na ka nda fuqit pa drejtësisht. Dhe amaneti i Bacit Adem, i Ademit madh, ka kenë Shqipëria Bashkuar. Ky ishte amaneti. Nuk e ndigjoj fare që flasin kuvend aty. Ne do të bashkohemi. Ne do të bashkohemi sepse ishim bashkë. Trojet tona ishin deri nish. Ne e dim se 700 vend banime, që është Toplica, ato ishin tonat. Jo e dini edhe ma mirë, keni lexuar, historia tregon. Kjo ka qenë para 120 vjetë, 30 vjetë. Por historinë 120 vjetë jenë shumë pak. Për ata duhet bashkohemi dhe të bëjmë një forcë në Ballkan. Kosova shtet është kërkesë minimale, është një kërkesë mas paku. Kur Serbia ka ambicie me marrë trojet huaja që historikisht nuk kanë kënë saj, nuk kanë kënë dhe pa drejtësisht, mënohet me i uzurpue, mënohet me i okupue, mënohet me i aneksue. E pse ne mos me kërkue pa Shqipërinë e Bashkuar? Pse? Për kemi qenë bashkë. Ti nga Gjilani dhe unë nga Vostria kemi një gjak dhe një gjuhë. Ai nga Presheva ka një gjuhë dhe një gjak. Ai nga Gjakova, nga Kuksi dhe nga Vlora dhe nga Bajgora kemi një gjuhë dhe kemi një gjak. Kemi një gjuhë dhe kemi një gjak.